Martesa është një mirësi e madhe. Është mirësi të cilën Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë njeriut. Edhe për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na ka treguar rëndësinë e saj dhe vlerën e madhe të saj, pra të martesës. Duke e bërë këtë martesë, këtë dukuri shoqërore, argument, provë dhe shenjë të tij subhanahu wa ta'ala. Allahu thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Edhe prej shenjave të tij, pra prej shenjave të Allahut të lartësuar është se ai ka vendosur, është se ai ka krijuar për juve prej veteve tuaja bashortet tuaja. Litaskunu ilayha në mënyrë që të qetësoheni tek to, të preheni tek bashortet tuaja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, edhe ka vendosur mes jush, mes bashortëve, ka vendosur dashurinë, harmoninë dhe mëshirën. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Në të gjitha këto ka argumente për ata njerëz që meditojnë, për ata njerëz që mendojnë.